Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë sot festën e Kurban Bayramit, një nga festat më të rëndësishme islame, që simbolizon sakrificën, devotshmërinë ndaj Zotit, si edhe solidaritetin dhe humanizmin mes njerëzve. Ceremonia qendrore e faljes së namazit të Bayramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku morën pjesë mijëra besimtarë. Programi nisi me faljen e namazit të sabahut, të udhëhequr nga kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës, Hetem Efendi Sopjani. Më pas, kryeimami i Skënderajt, Arbnor Efendi Sinani, theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj feste dhe shembullin e profetit Ibrahim për besim dhe sakrificë. Ditë ku fytyrat e besimtarëve janë të vëzuara e të buzëqeshura. Në anën tjetër, kjo ditë do e mos na kthen tek figura e ndritshme e profetit Ibrahim a.s. i cili tregoi një besim të palëkundur, një sakrificë shembullore se si duhet të jetë raporti mes njeriut dhe Zotit dhe raporti mes njeriut dhe njerëzve të tjerë. Pyetben qendrore të festës e mbajti muftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili përcolli mesazhe për paqe, unitet dhe solidaritet. Sot në këtë mëngjes të bukur të kësaj dite madhështore, miliona besimtarë nga të gjitha anët e botës janë mbledhur në tokën e bekuar të Mekës, duke u përgjigjur thirrjes së përjetshme të Ibrahimit a.s. për të dëshmuar unitetin, barazinë dhe devotshmërinë e shoqërisë islame. Në mesin e tyre gjenden edhe haxhin nga Kosova, të cilët edhe sot pranë Çabës luten për paqe, falje, mëshirë dhe mirëqenie për popullin ton dhe për mbar njerëzimin. Prandaj në këtë ditë të madhe, le të pastrojmë zemrat tona nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi. Le të forcojmë lidhjet familjare e shoqërore, le të ndihmojmë nevojtarët dhe le të bëhemi njerëz të paqes, të dijes dhe të përgjegjësisë. Ai bëri thirrje për më shumë mirëkuptim dhe largim nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi, duke theksuar nevojën për forcimin e lidhjeve familjare dhe ndihmën ndaj njerëzve në nevojë. Në mesazhin e tij, muftiu i Kosovës ndaloi edhe tek zhvillimet politike në vend, duke apeluar për më shumë bashkëpunim institucional dhe unitet politik në funksion të interesit të qytetarëve dhe të rinjve. Për të ndërtuar këto ide të larta, vendi ynë ka nevojë përveç stabilitetit ekonomik dhe politik, edhe për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Fatkeqësisht, interesat e ngushta grupore dhe përplasjet e pafundme politike të partive tona kanë lodhur qytetarët tanë dhe kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të njëpasnjëshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimi politik nuk i shërbejnë Kosovës, por dobësojnë besimin qytetar dhe zbehin shpresën e brezit të ri. Pas faljes së namazit të Bayramit ka nisur edhe therrja e kurbanëve, si simbol i sakrificës dhe afrimitetit me Zotin. Bashkësia Islame e Kosovës ka organizuar edhe këtë vit therrjen e përbashkët të kurbanëve, ku mijëra qytetarë janë përfshirë në organizim. Porositë për kurban mund të bëhen gjatë gjithë ditëve të festës në xhamitë në të gjithë territorin e Kosovës, si edhe përmes platformave online të Bashkësisë Islame.